që ti sapo citove, sepse sot edhe propaganda e qeverisë në marrëdhënie me mediat ndërkombëtare pothuajse ka rënë, sepse mediat investigative jo vetëm në Holland, por në Gjermani, në Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po nxjerrin ditë për ditë pjesë të skandalet të kësaj qeverie. Dhe padyshim me një numër kaq të madh të njerëzve të cilët janë të implikuar me krimin e organizuar, me korrupsionin dhe me përfshirjen e 2 zëvendës kryeministrave deri në momentin aktual, përjashto dhe anëtarët e tjerë të qeverisë. Patjetër, njëri në ekzil, tjetri në spak. Rreti i njerëzve të cilët po shkon akoma më shumë laku, po ngushtohet dhe po shkon në drejtim të kryeministrit Edi Rama, i cili është edhe dirigjuesi dhe njeriu dhe urdhëruesi i një pjesë të madhe të këtyre PPP-ve, koncepcioneve, korrupsionit dhe lidhjes me krimin organizuar. Në fakt, duhet dalem edhe tek organizimi i Partisë Demokratike. Sigurisht ka Partia Demokratike në këto momente vullnetin, kapacitetin për të ngritur protesta, për të rrëzuar pra ato çka e cilëson regjim apo autokraci. Pasi janë shumë pyetje të cilat ngrihen, por shohim edhe mediat që sponsorizohen fort nga majta. Thuhet që Partia Demokratike nuk i ka kapacitetet në këto momente. Si që ndronë e vërtetë? Partia Demokratike në këto momente dhe sipas mbledhjeve të cilët janë zhvilluar edhe në kryesinë e Partisë Demokratike, por edhe në grupin parlamentar, padyshim që po kalon në një proces i cili është normal dhe Partia Demokratike është një parti e hapur dhe padyshim 2 nga piketat kryesore në lidhje me organizimin e partisë është analiza në lidhje me zgjedhjet dhe raportin OSBE-u deri që në vetvete ka treguar që zgjedhjet janë manipuluar dhe ka nxjerrë në shesh farsën elektorale të partisë pushtet, por nga krau tjetër është edhe riorganizimi dhe hapja e partisë, jo vetëm e partisë në Shqipëri, por edhe strukturave të cilët ndodhen në emigracion, sepse kombinimi i 2 faktorëve, edhe e strukturave dhe njerëzve të cilët janë suportues të Partisë Demokratike për një periudhë kohore të gjatë prej 30 e sa viteve, po njëkohësisht edhe pjesës të emigracionit e cila është detyruar për shkak të keqçeverisjes dhe mënyrës se si është sjell kjo qeveri për një periudhë kohore pothuajse 13 vjeçare, i ka detyruar që të largohen dhe mënyra se si duhet të alternuar pjesa e shqiptarëve në Shqipëri me pjesën e emigracionit në Itali, Greqi dhe në të tjera. Një ndërhyrje të vogël, ma lejo zoti Gjoni, një ndërhyrje të vogël. Kujtojmë që me 11 maj për përgatitjen e protestave të fuqishme dhe për të bërë një luftë ballë për ballë me pushtetin totalitar që sot ka uzurpuar çdo qelisë të shtetit shqiptar. Me lejon një ndërhyrje të vogël, pasi duke para edhe raportin ose Baudirit, i cili doli dhe tha qartë se nuk dihet ndarja mes së partisë dhe shtetit dhe socialistëve. Duke marrë parasysh përfshirjen e grupeve kriminale, karteleve të drogës, duke marrë parasysh të gjitha administratën publike, patronazhistët, me kërcënime, me favore etj. Me radhë, Partia Demokratike arriti të sigurojë 500.000 vota. Është një shifër e lartë për kushtet në të cilën u zhvilluan edhe këto zgjedhje, mund të themi, të 11 majit. Pra, Partia Demokratike tregon qartë se edhe pse vullneti i qytetarëve shqiptar u deformua pastër në zgjedhjet e 11 majit, njerëzit i ka, por pyetja që lind është çfarë do bëjmë me këta njerëz? Padyshim të konsiderosh që Partia Demokratike erdhi nga një proces konfliktit të brendshëm dhe me gjithë farsën elektorale të cilën siç tani më është evolosur dhe dokumentuar edhe nga raportet ndërkombëtare, jo vetëm nga strukturat e Partisë Demokratike, dhe një armat njerëzish prej 500.000 veta edhe për shkak të presionit dhe partia, ashtu siç e drejtove dhe juve në pyetjen tuaj, është kthyer në parti shtet dhe ka humbur nocionin midis partisë dhe shtetit. Dhe për shkak të pjesëmarrjes së krimit të organizuar, i cili sot krimi i organizuar është futur në politikë dhe dirigjon politikën shqiptare, por edhe për shkak të politizimit të administratës dhe pjesëmarrjes nëpërmjet patronazhistëve, ka krijuar një problem, por përsëri Partia Demokratike ka arritur të paktën edhe për shkak të këtyre faktorëve të jetë vitale dhe falë dhe leadershipit të Partisë Demokratike, zotit Berisha,
dhe unë shpresoj me një punë jashtëzakonisht kolosale nga ana e deputetëve të cilët unë them që secili prej nesh duhet të dalë në bazë, të kontaktoj me qytetarët, të shpjegoj në lidhje me rrethanat dhe situatën e cila është krijuar dhe ekziston mundësia dhe sidomos edhe me ligjin e dieshëm që Partia Socialiste dhe Majoranca kaloi në lidhje me barazinë gjinore që është në pikpamjen time është shkelmimi total i rendit kombëtar dhe njëkohësisht i kodit familjes shqiptare, e cila është trashëguar në shekuj dhe baza e atij binarit burr grua dhe futja e koncepteve të cilët janë koncepte të një lëvizje të majtë dhe kjo është goditja e dytë e sistemit pas miratimit të Kushtetutës 1976, pra postkomuniste. Dhe padyshim që unë shoh edhe në rrjetet sociale, po edhe në kontaktet që kam me njerëzit, që tensionet në popullsi, jo vetëm në përkrahësit e Partisë Demokratike dhe votuesit e Partisë Demokratike, por edhe ata të majtët, këto ndryshime kanë sjellur një reakcion i cili kërkohet që të materializohet dhe kërkohet që të futet në rrugë për të dhënë përqen efektiv dhe për të kundërshtuar këtë mënyrë qeverisë dhe këtë mënyrë të miratimit jo vetëm të legjislacionit tërësi, por edhe të ligjit të mbrëmshëm, i cili ka krijuar pasoja në lidhje me të ardhmen e shoqërisë. Zoti Gjoni, falenderoj që ishte me mua në këtë bisedë.